Reforma territoriale, zoti më lëni të bëj një pyetje edhe mbi mënyrën se si ju e shikoni dhe një çështje që në fakt është diskutuar shumë për të, siç është ulja ose jo e numrit të bashkive. Keni një opinion lidhur me këtë? Pra, jeni për ulje të numrit të bashkive apo jo domosdoshmërisht? Në thelb dhe në koncept qëndron fuqizimi, po themi kështu, i bashkive për t'i bërë punët e tyre ashtu si duhet. Unë besoj përpara se të dalë përgjigjese shumë e rëndësishme. Besoj që reforma vetvetiu do të fokusohet në një analizë të qëndësishme të artës ekzistuese, të mënyrës se si bashkit kanë operuar pas reformës së 2015-s. Se si funksionet bazë që ligji i ka deleguar bashkive ose decentralizimin tërësi, si ato janë përkthyer në territor. Janë përkthyer në shërbime më të mira qytetarin, janë përkthyer në kapacitete më të mëdha për bashkitë qoftë financiare dhe administrative, apo ka dhe funksione të cilat bashkitë nuk i kanë përthithur dot, për arsye të ndryshme, mund të jetë financimi, mund të jetë mungesë e kapaciteteve njerëzore, mund të ketë shumë arsye. Dhe kjo analizë ne na jep patjetër një përgjigje shumë të saktë të asaj çfarë dhe se si duhet të jetë arta territoriale në Shqipëri. Mos ta harrojmë që ka dhe faktor makro që ne duhet marrim në konsiderat, duke filluar lëvizje demografike, që janë të qëndësishme, këtu patjetër nëse dëshirojmë edhe lëvizjen e popullsisë brenda dhe jashtë vendit, por gjithashtu edhe projeksionet që kanë të bëjnë me ndryshimet demografisë tërësi. Numri lindjeve ka rënë, dhe në zonat caktuara ti patjetër shikon trende. Po dhe zhvendosja në territor si që patjetër shikon trende caktuara që gjithë duhen marrë në konsiderat, sepse unë mendoj që reformat kësaj natyre nuk kanë reforma që bëhen për 1, 2 apo 5 vite. To do të jenë reforma të cilat duhet i durojnë kohës dhe mbi të gjitha duhet ta projeksojnë realitetin në 1, 2, 3 dekada. Dhe përgjigja që vjen dhe nëse më duhet i vej një përgjigje, në këtë moment unë nuk do doja të paragjykoja, sepse unë besoj që ne duhet bazohemi mbi këtë analizë dhe të gjithë duhet jemi mendje hapur, sepse ne duhet ndërtojmë një hartë territoriale që të jetë më e mirë për qytetarin nesër. Ne nuk duhet nisemi nga le themi nga deri diku kushtet, cilat ose pozicione që mund të jetë deri diku në bazë politike, që më shumë apo më pak. Unë mendoj që ushtrimi duhet të jetë ndryshe. Ushtrimi është i thjeshtë. Ne kërkojmë, qytetari kërkon shërbime më të mira në territor. Ne kërkojmë, bashkitë vetë kërkojnë, që ato të jenë më të fuqishme nga pikpamja financiare, administrative, kontroll më të fortë territorit, mundësi të reja ekonomike në territor. Dhe koha në vetvete sjell dhe sfida të reja, të cilat mund të jenë demografike, por mos harrojmë që janë dhe sfida integruese, sepse vetë procesi i integrimit të Bashkimit Evropian do të sjellë shumë sfida për bashkitë. Dhe mua më vjen keq ta them këtë gjë, por ne kemi një qartazi, akoma shoqëria shqiptare, akoma institucionet, akoma shoqëria në tërësi nuk është e vetëdijshme të një ndryshimi radikal që do të vi të mënyrës se si shteti në tërësi funksionojnë, se si institucionet duhet të funksionojnë, kush janë le themi përgjegjësi të shtuara që do të ketë sektori privat, detyrimet që do të ketë individi. Dhe këto janë duke ardhur shumë shpejt, sepse agenda e qeverisë shqiptare është tashmë është publike, ne duam që në 2007 me të njëjtin ritëm. Dhe tani ne duhet që gjitha institucionet të jenë të qarta, që detyrimet që vinë si edhe këtij procesi janë shumë të mëdha. Dhe besoj që rreth 60% e akisë që ne parafrojmë sot ka të bëjë me bashkitë. Janë gjëra të cilat do të përkthehen në territor, sepse kur ne flasim për standardet të shërbimit, ne flasim patjetër për rolin e bashkive. Dhe bashkitë duhen konceptuar qartazi se si mundet që të marrin këto përgjegjësi të reja dhe se si mund t'i përkthejnë ato në territor, ashtu siç duhet, edhe për t'i dhënë shërbim më të mirë qytetarit, por patjetër edhe për plotësuar standardet e Bashkimit Evropian. Dhe janë të gjitha këto variable, të gjitha këto elemente, të cilët duhet marrën në konsiderat gjatë kësaj reforme. Dhe besoj që në muajt që ne do të kemi përpara, do të jetë një debat publik i gjerë,
do të jetë një debat edhe nivel ekspertësh, edhe nivel politik, do të jetë një debat që unë shpresoj që dhe shoqëria e gjerë të përfshihet. Dhe patjetër që ne ta adresojmë ato që janë dhe shqetësimet e qytetarëve në tërësi, duke marrë në konsiderat sfidat që mund të ketë pushteti vendor territor. Por 2026, më beso, është një vit shumë dinamik për autoritetet lokale. Janë shumë element, janë shumë nisma të cilat janë shumë iniciativa të cilat janë duke lëvizur në njëjtën kohë që pushteti vendor do të jetë këtë vit do të jetë një vit shumë sfidues në tërësi për sa i përket ndërtimit më pas të një sistemi, të një le të themi të një harte të re territoriale ku bashkitë realisht kanë një rol më të fortë territor dhe ku patjetër kanë përgjegjësi më shumë dhe aq më tepër t'i përgjigjen qytetarit me kërkesat që ka koha dhe aq më shumë dhe detyrimet që vijnë nga Bashkimi Evropian.